Kuvendi ka miratuar me konsensusin e palëve ndryshimet në kodin civil me 129 vota. Që në 29 pro, s'ka kundër, s'ka abstenim, kuvendi miraton tërësi projektligjin për kodin e Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht votës pro të opozitës, kreu i grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi tha se nuk është respektuar rregulloria në këtë pikë. Megjithatë, Ruçi deklaroi se mazhoranca po zvarrit qëllimisht reformat e rëndësishme për procesin integrues të vendit. Prandaj, ne do ta japim prezencën tonë këtu, siç kemi dhënë gjithë kontributin e antarëve tanë të Komisionit Ligjeve dhe të Komisionit Medis, për ta kaluar sot në seancë, për të dhënë atë mesazh që nuk është opozita ajo që pengon rekomandimet, po është mazhoranca që po zvarrit reformën zgjedhore, është mazhoranca që po zvarrit reformën parlamentare. Ndërkaq, mazhoranca dhe opozita kanë folur në parlament për rëndësinë e këtij ligji. 5 vjet pas paraqitjes së iniciativës qeverisë dhe shoqërisë civile, ne jemi sot gati për të miratuar këtë nismë. Unë do të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, mazhorancën, opozitën, deputetët, të cilat kanë mbështetur këtë projekt ligj, edhe pse 5 vjet me vonesë, në favor të progresit, duke lënë pas status quo-n, dhe ky është një fillim i mirë. Është një fillim i mirë për të ecur edhe me nismat e tjera. Ne jemi dakord me ndryshimet në kodin civil dhe është kjo arsyeja pse kemi kërkuar dhe udhëhequr një proces konsultimi shembullor në parlament dhe në komision. Por nuk jemi dakord me të gjithë ata që kanë skalitur dhe kanë kthyer në sistem kulturën e pandëshkueshmërisë me imunitet personal Sali Berishës. Po ashtu, kuvendi miratoi me 72 vota pro, 60 kundër dhe 1 abstenim për shtyrjen e afatit për 2 javë të Komisionit Parlamentar Hetimor të ngritur për shkarkimin e Kreshnik Spahiut nga detyra. Ndërkaq, parlamenti miratoi vetëm me votat e mazhorancës ligjin për fondin kullosor, ndërsa me 117 vota pro dhe 12 kundër për emërimin e zonjës Enkeleda Shehi në postin e drejtueses së autoritetit të mbikëqyrjes financiare, si dhe të antarit të bordit të këtij institucioni, Mati Pepa, që u votua me 85 vota pro dhe 43 kundër.